Dardanoka, për që I mungon ekranit e din Dardana, po? Ty atë mungon se? Jo, atë që është parës, dhe sa po të shihja, edhe komunikimi me operatorët dhe nese, naturisht ti e veçantë dhe radari është I veçantë, po që është pak u preka. Pas ka marrë malli, do me thonë. Ka marrë malli. Qa bën sot Dardani? Sot është një për mu ditët janë të zakonshme, janë kryesisht me Filharmoninë e Kosovës, rreth Filharmonisë Kosovës. Po, se je prej personave kësh në Filharmoninë e Kosovës. Edhe ajo është, shmëton, prekupimi im primar edhe editor edhe më vjen mirë që e kom dediku energjinë të në Filharmoninë e Kosovës, për shkak se para se me qenë pjesë skenës mediale. Unë kom studiu për muzikë, edhe në atë kohë, kur pata hymë punë në Filharmonisë si korist, ose arsyeja pse kom fillu me punu në televizion ka qenë, se soheri I tërgësha dikuj që jom të punu, më thëshën ku po përna, thëshën Filharmoninë të Kosovës, më thëshën, kështu në I punë të amana e ki. Se s'logarite, ja? Jo, nuk logarite. Kjo punë para 20 vjetëve, edhe pastaj qështu kanë vjetë gjanat dhe kom fillu do më në punën në media, për dyshën kom fillu në radio, nuk e di nëse e din. Jo, se pas na di? Në Urban FM. Se më duket Radio Plusi dhe Urbani ka ndalë plot moderator pastaj, që e ka nisë aty. Kom vazhdu në televizion, që si radio në kom kështu një farë. Pas kem mbledhje mas emisionit. Pas kem takim mas emisionit. Dardan, shumë knatësi me të vërtet me të pasë në studio, pikrisht për arsyem se të kom ftu. Unë kam qenë vitin e kalum, të ka nga jonë, edhe ishte një diçka tjetër prej që unë e kom patë, pak të vlerësimim personal. Niveli, realizimi, organizimi, skena, ata që dole në skenë, gjithë shka ishte ndryshe. Tash po vjen edicioni tjetër. Po, faleminderit, kemi tentu me e vazhdu, do më në qatë ritëm, ato që kemi nisë para 2 vjetëve bashkë me Jehonën. Krejt ka fillu me koncertin recital të Jehonës, që ka qenë para 3 vjetëve, po shkojnë vjetë shpejt. Edhe tani tu me ndu që ka me bëhu për 25 jetore me qlirimet, kemi ardhë të koncerti ka nga jonë, është bëhe edicioni I parë, pastaj I dyti, tash kemi vazhdu të tretin. Këtë vetë jemi vërnu pak se zgjedhjet ma henën në data edhe dhe është me I modifiku pak datat edhe disa ndështëta prej pjesëve të programit. Po si do qoftë, më në fund jemi bo gati, jemi për mbledh. Nesër. Kujt I kushtohet? 3 personaliteteve, Muharrem Qenës. Okej, se gjithmonë ka personalitetet veçanta që I dedikohet. Muharrem Qenës, Pranvera Badivukut, që është nështë një prej grave pionerët të muzikës në Kosovë. Ajo është kompozitorja e parë që ka shkru këngë, cilat nështë ne I këndojmë, jemi ritme to, këngë për fëmisit të mas, këngë populore, këngë të muzikës letë, po ndoshta nuk e bëjmë bashkë emnin me këngët, dhe kjo ka qenë arsyeja ndoshta pse kemi pas qef me rikthy, edhe jemi të ndërruar që ka me qenë në pranishme, natyrisht. Edhe një personalitet tjetër që është pashtu shumë I respektum Reshat Randobrava, që kur e kujtoj edhe kur bisedoj edhe kur nëmtoj për ta, edhe që ata kanë shkru në atë kohë mbi 200 këngë, mbi 300 këngë, në një kohë kur është dashur gjithë shka me shënu me lapë se me letër, fascinohëm që sa punë kanë bo, e nesët me shumë përparësin teknologji, dhe nështë ta nuk arim me qenë aqë dedikum edhe të përkushtum sa që kanë qenë ata, që për këtë arsyem dhe që duhet gjithmonë me I kujtu edhe me I ndërru, edhe me që duke punun edhe në përzgjedhjen e këngëve, e kemi pa që se cili për tyre e meriton nga një koncert të veçantë, kështu që nesër do t'jenë bashkë, por gjatë vitit do t'ja organizojmë se cilit veç nga një koncert, sepse kanë shumë këngë, është e pa mundu për 200 këngëve tash mi zgjedh. Nesër fillon koncerti në ora sa, jemi të gjithë ftu, në ora 8:30. 8:30.
Dëgjues të ju janë absolutisht të mirë se ardhën. Të sheshi Skënderbeu. Të sheshi Skënderbeu. Ajo që duhet të bëjnë është vetëm të futen në Rave Travel ose në faqe sociale të SOS Entertainment. Aty është një link, vetëm duhet të regjistrohen që me u fut brenda hapësirës e cila ka me qenë rrethume. Është pa pagesë, është gratis. Pra, ata veç e regjistrojnë si hyrje brenda koncertit, se s'kan me pagu asgjë? S'kan me pagu kurrë. Super, është pa pagesë, por hyrja gjithçka bëhet për çështje sigurisë më shumë se sa. Kush këndon? Adhurim Grezda. Alma Bektashi, Elina Duni, Anaman, Aurelia Gace, Vesa Luma, Jehona Sopi. Kush moderon? Drini Zelço, Vesa Luma. Vesa Luma këtë herë kemi më shumë në rolin e moderatorës së sa të këngëtarës, por ajo do të këndoj një këngë. Vesa edhe Drini, kombinim fantastik, e kujt ke ideja? Në grup, gjithçka e diskutojmë bashkë me Jehonën edhe kështu. Po për Drinin, që është edhe është shumë shpesh në Kosovë, Drini është shumë i lidhur edhe me ne, kështu si kombinim me Vesen, duket nisëm të tjetë. Po Vesa tash është bo gjysëm këndej, gjysëm andej. Gjysëm Tiranë. Na vret me na ndëgju. S'besoj që e pranon. Jo, po tash ajo kur është këtu i thojmë gjysëm Tiranë, se kush kanë atje për Kosovarja. Dardan, ne 8:30, se cili mundet me ite Rave Travel ose SOS Entertainment që munden me regjistru vetën se do të vinë, por nuk do të paguin asgjë. Nuk do të paguin asgjë. Shihemi atje. Unë pas na mbet me konfirmu ardhjen, se me nxi po pres me ardhë me pa. Në shumë knatësi. S'do ta humb këtë rast. Patjetër, gjithçysh. Në fakt Dardan, tu menu, se vitin e ardhshëm kemi filluar me menu konceptin e Kanga jonë, se çështo na mendojmë pak një vit më herët, se merr kohë. Tash ati thomë në editës në emision, apo vjen me më dhëru vitin tjetër Kanga jonë. Nuk ta ndroj pozicionin e të e shiju koncertin me stresin e moderimit asësi. Jo, për bashkë këshim pas qef, po e flasim. E flasim, Dardan. Dardan, njësër shihemi në ora 20:30, mishte mi të sheshi Skënderbeu. Kisha bashkë me ekipe. Po ashtu me ekip bën, e komalit. Dardan Noka, ishte Dardan Noka në studion e Radarit, suksese. E di që planet e juja nuk nalen me nesër mbrama, po kjo është shumë ma elegant, unë kësha do është dhe gjust tanë mos me humë si mundësi, se e di që në këtë 4 hurë që po ndodhë, një 2-3 orë, sa zgjatë krejt? 2 orë? 2 orë. Një 2 orë që javlen shpirtit, mi adhosi shpërblim, e sidomos pa pagese në një ambient si kjo i sheshit tonë, sheshit Skënderbeu. Me nxi po pres me ardhë, por planet e juja i keni edhe gjatë vitit të tjera, e jam e sigur që kena mu pa prap studio, dhe me folë për organizime tjera, që janë plot me vlera. Faleminderit Dardan.